stok. Srbi se nekako teže odlučuju da svedoče. Sa druge strane, Šiptari nisu imali nikakav problem. Ali kada sam ja određen, to je bilo dobijeni podaci iz vojske, iz BIA, iz vojnih sudova i onda su mi dosta da se trebalo Εκεί mulțime cu ușor, adică asta am tapet. Șcem, εκεί mulțime cu ușor, adică asta am tapet, se Ramazan. Uitați și ifta, albam grune sarit și poate... Предвидни втор. Nga devulli komerciat okupimit e devulli kompanie sot e devulli grup, prodhimit që bëjnë është bëri parëndësishëm krahasuar me dallaveret që bëjnë. Serbia dëfërmon tregun, mielli bukës kontrabandohet si miell me shkotash, mashtrimi me tarifat doganore janë tipi të zakonshëm kur mediat shkruajnë për devulli. Mirë po, jo edhe Klan Kosova, i cili dikur ishte fabrikë reale prodhuese amortizatorëve për automjetët, ndërsa tash është pas privatizimit fabrikë virtuale televizive për amortizimin e pakancimit qytetarëve. Eksistenca e Zemovalit është produkt i krimit organizuar me pjesëmarrje të mësurit të madh të individëve. Për këtë profesor Shmet Hamiti ka bërë një kallëzim penal të prokurorit shtetit. Shantazi Dani Pronto ka përpikur fitoren e vogël tender për shkak të furnisimit të tilla rrugë të vërtetë të bizneseve që figurojnë në emër të vogëlve janë kujdesës pra Dani Pronto. Terminalet doganore në anën tjetër janë dorëzim i pastër i shtetit. Kur privatizohen doganat, privatizohen edhe doganierët. Shumë prej të cilëve tash më shumë punojnë për devotët, era me Skelmendit e Margarita Kadriu, se sa për Republikën. Qeveria sotme që të Предвидни втор. çdo tjetër para saj ishte dhe është në shërbim të tajkunë. Neve na nevojitet një qeveri si e re, në shtetë shërbimore, dhe qeveria është e hapur me biznesin e të mesëm në përgjithësi, jo tepër të hapur veçanërisht me tajkunët në poshtë. Isa Mustafa, ministër, nuk e bën dot këtë. Ai nuk po merret me ekonomi, por me demarkacionin e tashme. Zotën e ka vështirë të merret me ekonomi Isa Mustafa, sepse magjistraturën dhe doktoraturën i ka në kundërshtim me njëra tjetrën. Magjistraturën e ka në krimën e socializmit dhe qeverisë. Kemi emra biznesmenësh që për një kohë të shkurtër kanë shumë të shuar kronat e të ofrat e tyre në mënyrë eksponenciale, duke të i kaluar edhe Bill Gatesit të mirë po të nejnë Kosovë, Bill Gates dhe Steve Jobs janë të sektor. Derim dhe shkëqim dhe vojë. Ata janë pasuruar shpejt dhe shumë për të imaginatës të tyre dhe për të njohurive tonë. Thua se kanë bërë dhe një inovacion në fushën e teknologjisë informative, por si Gates dhe Jobs. Për pak vite, këta u bërë pronar të kompanive më të fuqishme në vend, si fabrika e miellit Emel Silosi, Qumshtoria Vita, Prince Cafe, fabrika e spungjerit Komodita Doppio, fabrika e lëndëve Tango, Zemoval, qendra homologimit, terminali doganor në Prishtinë, Peje, Mitrovic, birra e Pejes, thuhet se edhe televizioni Klan Kosova të tyre e të tjera e të. Po i 1981 godine nisu prihvatili demonstracije da nas dobrim ušuruju sa Albancima separatistima. Në kohën e përpashme kanë qenë shqiptarët musliman deri në qeveri më të lartë e mo. Ma në fund e mo, kur janë ra prej forme si separatista, kanë këshyrë me organizue punën edhe me shqiptarët katolikë. Në këtë mënyrë, njërën anë ku kanë pas lidhje me në shqiptarë katolikë separatist,
të organizue aty këtu, ku kanë mujtë, në çdo vend, në që të renon, ka hona fetare për me bin, mate për e mo, edhe mosën qeter, cilët nuk kanë mujtë me zhiku ashtë sa duhet, kanë kthyer nëpërmjet Don Lush Gjergjit, i cili është doktor dhe ka kryer shkollën në Itali. Ai ka hona fest me fam edhe me zon, lidhja e këtuhit me koalishin Ashen Hervatie, edhe kur nuk kanë mujt aq sa duhet mbledhja e Kashanikit me funksionue aq sa duhet, atëherë ku mi bëhe tubimet e mitinget e ku janë më të garantume me i bëhe për kisha, edhe kanë filluar në çdo vend